Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'dhiman li sha'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahun Azza wa Jall e lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Edhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Jemi në 10 ditëshin e Dhulhijhes, vetëm për afrohemi Kurban Bajramit. Realisht quhet Kurban Bajram nga se në të prehet kurbani, qoftë kurbani i haxhit për ata të cilët kryjnë haxh, qoftë kurbani për tjerë pjesën tjetër muslimanëve të cilët nuk kanë marrë pjesë dhe nuk kanë pas mundësi me bë haxh. Mirë po, ai emëruesi përbashkët edhe i haxhive, edhe atyre të cilët nuk kanë haxh dhe nuk kanë mundësi me bë haxh, është pikërisht therrja e kurbanit, e cila është rit edhe simbol i kësaj feje, për cilën Allahu Azza wa Jall e ka përmendur në shumë në Kur'an: wal budna ja'alnahu lakum min sha'airillah. Dhe therrjen e devëve, e gjedheve e kemi bërë simbol të Allahut Azza wa Jall. Mirë po dhe në ajete tjera, të cilat disa dhe shpesh i përsëritëm, si suratul Kauthar: inna a'tayna kal kauthar fasalli li rabbika wanhar. Ty ta kemi dhonin Kautherën e Muhammed dhe në shaj falenderimi, falu për Zotin tënd dhe prej kurban. Apo ajeti tjetër: qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime janë thjesht vetëm për Allahun Azza wa Jall, Zotin e gjithësisë. Apo ajeti tjetër: la yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Te Allahu Azza wa Jall as nuk arrin, dhe më thonë gjaku as mishi aty në kurbanave, mirë po arrin devotshmëria e juaj, gjendja për të sakrifikuar për Allahun Azza wa Jall. Ajete dhe të cilat kanë folur realisht për çështjen e kurbanit, që thash është simbol i fesë. Dhe simbolet e fesë, vëllezër të nderuar, njeriu kërkohet prej tij me i madhru, nga se madhrimi i simboleve të Allahut Azza wa Jall është madhrim i Allahut Azza wa Jall, dhe është prej devotshmërisë. E ky madhrim, thojnë dietarët, bëhet përmes 3, domethënë gjërave. E para, duke pas vendosmëri edhe me bën jetë që ku me zbatu atë punë, ku me kryu atë punë, ku me prej kurban qoftë se ka mundësit për Allahun Azza wa Jall. E dyta është që atë me shfaq, se simbolet shfaqen e nuk fshihen, edhe për atë kam thonë edhe ditë në hutbe, çështja e kurbanit mos e merrni si çështje e pagun një letër, e merr një deftesë, ose e pagun në mënyrë elektronike, edhe thjesht as nuk e sheti kurbanin, as nuk e pren kurbanin, as nuk e ndon kurbanin, as faktikisht nuk ja prezanton familjarëve kurbanin e sene, nga se realisht kjo është çështje zbet. Këto simbole duhet mu demonstru, mu jetësu, mu praktikua, thjesht që në farforme, përveç atë që ndjem vetë që jem duke bërë këtë sakrificë, po edhe edukimin e familjes së familje me bë, dhe më thonë se këtë të marrëm, dhe më thonë kërë flasëm për i qenave që dhe më thonë kërkohet dhe është mustahab është ose me prej vetë, ose s'paku mos e presh vetë me prezentua dhe më thonë gjatë prerjes së kurbanit. Edhe
e treta që dhe thjesht madhrohet ky kurban është që mi mësua dispozitat kurbanit, se çdo gjë që ka dispozita në fenë tonë, që nuk kryet shkëreshka, edhe kurbani ka disa rregulla, disa dispozita, të cilat disa i dim si në formë sipërfaqësore, e shumë prej tyre na ikun edhe nuk kemi dëgjuar ndoshta kur për to, e është mirë domethënë ko pas kohe përderisa vetëm jem prag domethënë thashë Kurban Bajramit me shfrytzu rastin, me fol domethënë për dispozitat e kurbanit, e tema e sodit me lejen e Allahut azza wa jall me fol është për dispozitat e kurbanit. Mirë po para se me fol, po them kisha pas qef mundal se për aty nga jetëve që ceka që tregojnë vlerën e kurbanit në formë indirekte, a ka argumente të qarta të cilat flasin për kurbanin. Realisht, kur i kqyr hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk gjend pothuajse asnjë hadith të vërtet që folë se nëse pren kurbanin e ki këtë sevap për kështu me radhë. Është një hadith kur është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për kurbanin, ka thonë sa ka kime në atë kurban aq ka sevap për juve. Mirë po hadithi se hadith nuk është i sakt, domethënë te dietarët e haditheve, domethënë llogaritin se hadith dopt, edhe pse realisht e përmendin në libra të tyre që me i nxit, domethënë për me prej kurban, mirë po nuk ka hadith të vërtet, as ky nuk është i tillë. Argumentet që mas shumë të mundesh me merr me to edhe thjesht me luedu në vlerën e kurbanit, jenë ato ajete që i ceka, apo ajo rregulla e përgjithshme e dietarëve kur folën se kur kanë folur për ditë më të mira të vitit, a është dita e Arafatit apo dita Kurban Bajramit, dita e parë e Bajramit, Kurban Bajramit. Ka në hadith domethënë se prej ditëve më të mira është dita e parë e Kurban Bajramit. E pas kësaj, ka thonë dita që vjen pas Kurban Bajramit, domethënë dita 11, që thjesht haxhit vetëm vendosen në Mina quhet Yawmul Qarr. Mirë po rregulla është se çdo ditë apo çdo kohë e cila është e vlefshme në Islam, nuk ka ndonjë formulë që më thonë që kjo vepër është më e mira. Mirë po ajo vepër e cila përkon me kohën dhe vendin që ajo është më e mira. Në rastin konkret që është se është Ramazan, puna më e mirë gjatë ditës është me agjëru. Puna më e mirë gjatë natës është me fal namaz natës, namazin e taravive. Dita e Arafatit më e mirë është, domthonë për ata që janë haxh, thjesht me bë dua e me qëndru në Arafat, ndërsa për neve që të jem me agjëru. Punë më të mira në ditën e parë të Kurban Bajramit për ata që janë haxhi është me gju gurt, me bë tavafin e kështu me radhë, e për neve që nuk jem në haxh me pre kurbanin është vepra më e mirë. Pra thjesht në këtë rregull tregon se çdo ko i ka veprat e veta dhe nuk mundesh me pas një rregull të veçantë të më thonë se ç'ka vepra është më e mirë po ajo vepër e cila përkon me kohën që është më e mira. Në rastin konkret, për ne që nuk jem haxh, kurbani është vepra më e mirë, duke ja shtuar edhe kësaj se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas traditë vëllezër të nderuar që ka prej vetë kurban. Edhe ka në hadith të vërtet që ka prej 2 kurbana pa brina, që i thëmë ne me lara, bardheze, e ma tepër ngjyrë të bardhë. Edhe ka thonë, prej këta kurbana, për vetën time, familjen time, edhe për çdo kën i cili nuk ka prej kurban prej umetit tim. Por është sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa hadithin që e dëgjojmë shpesh që ka ardhur në hadith se ai i cili nuk pren kurban mos t'i afrohet ditën e Bajramit, vend faljeve tona ku e falin Bajramin, ka mos pajtime mes dietarëve se a është vetëm fjala e Abu Hurajrës apo është hadith i vërtetë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka prej dietarëve që thonë realisht ky nuk është hadith, nuk është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po është fjalë e Abu Hurajrës, e që realisht fjalët e sahabëve të ne janë më njëherë
ka vlera dhe respekti mas fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo në hyrje, dhe më thonë në temën që po dojna me fol, nga se do të dojmë dispozitat në lidhje me kurbanin në 5 pika, dhe më thonë 5 pika në vija trasha, e që se cila pe këtyne pikave të ka të nshikon në pikat e veta. Pika e parë që kena me folë sot është në lidhje me vetë kurbanin, qatë kafshën e cila prejet kurban. Ajo që prejet kurban duhet me qenë pej bagëtive, ose deve, ose lop, ose dhi, ose dele. Edhe po thuaj se në këtë ka konsenzus, përpara ka pas konsenzus, ndoshta dietar pak më vonë kam filluar domethënë me pas ndonjë mos pajtim që a bën me prej diçka tjetër jashtë domethënë këtyne që i cekum. Për shembull a bën me prej kaprall kurban. Se realisht e sheh kaprolli ka mundësi ose me kon i vogël sa delja ose mund me kon i madh sa lopja. Varësisht prej moshës edhe llojet e tyre. Apo nej, dhe më thonë, kafsh tjetër, e të faktikisht mishi i saj në hahet. E thash, mendimi maj sakt, e që përpara ka pas ixhma, është se realisht kurbani duhet me kon vetëm pe këtyne që i ceka. Ose duhet me kon deve, ose duhet me kon lop, ose duhet me kon, dhe më thonë, dhi, ose me kon dele. Edhe kjo duhet me u kuptu ashtot nga se kështot kam vepruar musliman pe kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ditës sotshme nuk prejnë diçka kurban përveç këtyne që i ceka më lartë. Mirë po cila është më e mirë me prej? A më mirë me prej deve, a me prej lop, a me prej dhi, a me prej dele? Nga se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ceka ka prej dele, e disa thojnë se më mirë është me prej dele, e që nuk është ashtot. Realisht, çështja e kurbanit pasaj që ndron një urtësi, që përveç asaj që është faqëm madhrimin ndaj Allahut azza wa jall, e që jem gjendje me sakrifiku për Allahun azza wa jall, realisht që ndron urtësia që mi ushqyja të varfrit, edhe sa më tepër me pas mish, që përfitojnë njerëz më tepër prej sajna, është më e mirë. Edhe jo vetëm kaq, po këtë bazojmë hadith tjetër të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka folur për ata që të prezentojnë ditën e xhumë. Ka thonë ai i cili vjen në orën e parë mas herti, ditën e xhumë në xhami është si me prej kurban një deve. Ai i cili vjen në orën e dytë është me prej kurban një lop. Ai i cili vjen në orën e tretë si me prej një dele. Ai i cili vjen në orën e katërt si me prej një pul. Ai i cili vjen në orën e pestë dhe më thonë si me dhonë sadaka një ve, dhere sa të vjen hype, me hoxha me hype në hype, ato me la që të mbyllën dhe ta në regjistrat se kush është duke prezentuar dhe është në xhami. Që kuptohet pe këti hadithi, që realisht sa me e madhe me kanë kafsha, se vafi më i madh, sa më herët me prezentua në ditën e xhumë, se vafi më i madh si me prej një kurdën si një deve, mas andaj si një lop, mas andaj dhe më thonë si një dele apo një dhi. E pra dietarët e kanë këtë rënditje. Thojnë që pe kurbana mas mirë të është me prej deve, se ka mas tepër të mish, a duke bazuar në këtë hadithin që e ceka. Mas andej lopa, mas andej delja, mas andej dhia, mirë po këto janë qofse faktikisht i prenë se cilën për vetën tone. Se në qofse hinë me dikën tjetër, veti shtati, realisht ka pe i djetarve që thujnë ma mirë është del me prej veçantë se me hi veti shtati një kafsh që preje që është lopa apo delja, nga se e kontestojnë të çështja, ka pe i djetarve që e kontestojnë për shanë që kur të prenë lopën nëse deven me tjertë, a duhet me prej vetëm për vete, a bon jetë edhe për familje. Në më thonë, ka djetarë që thënë që fëse hinë në më grupë, atëre duhet me prejveq për vete, e në qofë se dhe më thonë e prejnë kafshën vetë, dhinë po delen, mund është me prej edhe për vete, edhe për dele, po i cekë këto si mendime, se mendime ma i saktër se bon me hije, edhe me 7 persona në deve po në dele, edhe mund është me prej për vete,
edhe mundesh me e prej dhe më thonë për këtë, dhe më thonë familjen tënde. Pra, çështja e parë është kjo. Çështja e dytë është që në dele dhe dhi prejet vetëm për një njeri edhe familjen e tina, ndërsa në deve edhe në lop mundën derin 7 vetë më u bo edhe me hi. Pyetëm ndonjëherë, a bën veç 2 vetë me prej lopën? Po bën përderisa bën me prej veç një, pse s'bën një edhe 2. Mirë, po maksimumi është 7, nga se kështu ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket vjetëve të këtyne kafshëve, ka ardhur në hadith të veçantë ku ka treguar moshën e që kemi cekur vazhdimisht, edhe kemi thonë se të delja duhet me i pas 6 muaj e më tepër, të dhija 1 vjet e më tepër, të lopa 2 vjet e më tepër, e të devja 5 vjet e më tepër, nga se kështu ka ardhur dhe më thonë thash në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështje tjetër që e kanë cekur të kurbani është dhe më thonë në lidhje me ato të metët të cilat e pengojnë me u prej një kafsh kurban. Edhe kanë ardhur në për shumë hadithe, mirë po 2 hadithe ndoshta më të saktat, që i kanë cekur dhe më thonë ato 5 të metët që në qofë se gjenden të e kafsh nuk lejohet me e prej, e kanë cekur hadithe dhe më thonë në qofë se është e smut, edhe smundja e saj është e qartë, është pa një sy edhe ajo është shumë e qartë, është dhe më thonë që qalën, edhe qalimi e asaj kafshë është shumë i qartë, është e dopt, e cila është shumë e dopt, që thjesht edhe mish nuk jep kur gjë, edhe në hadith tjetër, këto 4 kanë ardhur në hadith, në hadithin tjetër ka ardhur dhe më thonë që ajo e cila e ka brinin apo veshën më tepër se gjysmën, dhe më thonë të thym brinin apo të prem dhe më thonë veshën. Sa i përket smundjes, kur kanë cekur smundjen, kanë thonë smundje që është e qartë që është smundje. E kanë thonë dietarët, kur kanë folur, thonë smundjet janë 2 lloje, smundjet që nuk ka, dhe më thonë ymit që shërohet, edhe ka ymit trajtohet dhe shërohet edhe kthehet normal që e kafsh. Qofse është për llojit parë që është, dhe më thonë e përhershme, ajo smundje, dhe më thonë hen këtë hadith. Duke ja shtuar edhe këto që ja pa mundësën që asaj kafshe me dal edhe me ushqy si kafsh tjera. Se e shet dhe më thonë është struk një vend, ndoshta as me lëviz nuk mundet për smundjes, edhe nuk mundet as me ushqy, as me hongër, as me dal me ushqyje, dhe më thonë me kullot, e kështu më radhë. Kjo është ajo për qëllim smundje. Jo çdo smundje, se ka mundësi është që e smut, mirë po me një trajtim vlet, dhe më një kalën. Çaja smundje ka mundësi me pas, mirë po hanë e pen edhe ushqejet normal edhe nuk e pengon në jetën normale, mirë po duhet me qenë smundje e cila është e qartë. Apo e kanë cekur dhe më thonë me pas një nënsy, qoftë hjekun krejt, qoftë zbardhën krejt, se kjo quhet el-awar në gjuhën arabe. El-awar nuk është el-a'ma, nuk është dhe më thonë el-awar ai cili si ka 2 syt. El-awar është ai cili se ka vetëm 1 sy. Për atë ka ardhur dhe më thonë hadithin e Dejjalit, ka thonë se ai është a'war. A'war 2 syt i ka, për me njërin nuk sheh. E kjo kafsha dhe më thonë që nuk duhet me e prej kurban është që një sy se ka, ose e ka t'je krejt, ose e ka të zbardhum. E ma me pas të qartë, këtë që është e jo, vetëm në këqyrë që jetojmë na keqë, kështu më radhë, po mirë po e ka synin të hjekur, apo të zbardhum këtë, kjo nuk lejohet me e prej kurban. Kushti, apo e meta e tretë, e kanë cekur ai cila çalën, edhe çalën e çalumja sajna shumë e qartë. Ka mundësi çalën edhe shetë që është e qartë, po aja ecë, edhe nuk i dohet që jetojmë ne kopes, edhe ushqejet e kështu më radhë, kjo nuk prish punë. Mirë pa aja cila çalën, edhe me të vërtet e pa mundësën që me zhvellu jetë normale, me ushqyje dhe më thonë normalisht që me dalë me kullohet vete, kështu më radhë, kjo është për qëllim edhe e fundit ajo dhe më thonë e cila dhe më thonë është e dëpt, zajf që nuk jep mish, faktikisht edhe kjo është e metë dhe më thonë me prej kurban. Këto të katërta thash kanë ardhur një hadith
edhe ka ardhur në hadith veçantë, domethënë që ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me domethënë anil adba, e kur e ka komentuar domethënë Said ibn Musayyib, një prej tabiinëve të shquar, ka thonë është për qëllim ai i cili e ka brinin e thym ose veshën e prem, nëse ka më tepër se gjysmën e brinit të thym, se ndoshta për pak s'prish punë, ose pak e ka veshën e prem s'prish punë, mirë po gjysmën e më tepër e ka të hjekt, apo gjysmën e më tepër se brinit e ka të thym, edhe ajo është e ndaluar. Këto kanë ardhur thash në hadith, edhe pse ka ardhur në hadithe të tjera, mirë po disa janë të dobta, e disa dietarë kanë marrë disa të meta të cilat ose janë të ngjashme me këto që kanë ardhur në hadith ose janë më keq. Si rasti konkret kur ka folë, domethënë pejgamberi s'm ka ndaluar ai që se ka ai kafshë që se ka një sy. Atëherë dietarët thonë nëse si ka dy sy, ai s'bën hiç. Ose kanë thënë kur ai kafshë që nuk ka dhëm. Faktikisht, domethënë kur e sheh pse pejgamberi s.a.s. i ka llogaritur këto të meta, i ka llogaritur se zakonisht është se smut ose është e verbërt ose domon çalën që nuk ka mundësi më ushqy, ajo që ka nuk ka dhëm realisht vështirë ka domethënë me ushqy. Kanë cekur të nëshim masanej cilat disa sifate që është mirë me i pas kafsha, aja që e cekan fillim është sa me tepër me pas mish, sa me e majme me konë me shëndosh, nga se një për urësive është që në më thonë më prej që me shkepë dhe me dhonë sadaka, edhe me përfitu qoftë e familja, qoftë të afërm të tina, qoftë dhe me thonë të varfër ditën e kurbanit, e kanë cekur dhe me thonë që me konë ajo kurbani si kurbani pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thash bardhëzi, domethënë të bardhën e ka pas më tepër, e kanë cekur që është mirë me kon domethënë gjinis mashkullore, nga se kështu kanë qenë ata dy kurbanat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë dasha, edhe përgjithsisht thonë mishi i dashit apo mishi i kafshëve që janë gjinis mashkullore janë më të mirë edhe më tepër, edhe faktikisht me prej ato gjinis femrore, delet e lopë zakonisht, dhe më thonë ka mundësi njeriu i cili është pronari i tyre edhe mu u dëmtu. Këto nështë janë pikat shkurta, disa çështje sa i përket vetë kurbanit. Pika e dytë është ai i cili e pren kurbanin. Kush është ai që e pren kurbanin? Ai që e pren kurbanin është ai i cili ka bonit me prej kurbanin. Ose i ka kafshë të veta, baktit e veta, ka delet e veta, lëpt e veta i pren për i vetave, ose i ka pare që e blen me e prej. Po thëmë, kjo është ai cili e pren, se që ky i ka dispozitat që kemë me folë për ta. Nuk hen këto as i autorizuari në disa dispozita, as nuk hen familja ati, as nuk hen, dhe më thonë, dikush që dikune jabë diqka. Tash do të sharaj. Të çështja në qoftë se unë jem ai i cili pe prej, unë jem ai i cili të i dhon paret. Mirë po e kam autorizuar filanin me ma prej kurbanin. Ai nuk i merr dispozitat që i takojnë mu. Për shembull, kjo që po flasim ne që ai i cili do me prej kurban, edhe 10 ditë në Dhulhijhes mos t'i prejnë flakt, mos merr pejqimeve tina, prej thojve tina, lkurën e vet mos të nuk, kështu më radh, faktikisht vlen për këto që prehet kurbani për to, që i ka dhënë paret ose që asnjë jo ai i cili është i autorizuar. Sipas mendimit më të saktë nuk e fol se gjithmonë ka mospajtime, apo thjesht për mos me i prej flokët dhe kimet dhe thojtë e sene, kjo vlen për atë që e pren kurbanin një për familjen e tina. Edhe thjesht nëse unë tash në rastin konkret është gru, ajo se ka obligim me prej kurban se burri i saj pren kurban. Mirë po ka parë dhe mundson vllaut vetë me prej kurban. Kjo që jep parë tash, edhe ka dhënë atij tjetrit, faktikisht nuk është kjo në këtë rast ajo që e pren kurbanin. Kjo ka dhënë parët, ja ka mundsu, i ka bërë sevap, mirë pa ai që e pren kurbanin këtë rast është vllavi i saj. Nuk është për shembull ai që me ditë, domethënë ne pas qartë se për këmbë folëm kush është të e prej kurbanin tash. Tash është të e prej kurbanin ai që ka bonit me prej kurbanin, ose prej kafshëve të veta, ose me parë të veta, ose që ja ka fal dikush ato parë edhe e pren ai tash për veti. E këto domethënë duhet me fol të çështja e niyetit. Niyetin që vendos njëri me prej kurban, niyetit që bëhet kur të presh kurbanin, edhe niyetit që bëhet kur të zgjedhësh kurbanin qëllim me zgjedh. Janë shumë rëndësi këto mesele me i ditë, nga se ndonjëherë domethënë i ngatrojmë.
Çështja e parë, ai i cili e bën jetë me prej kurban, ka dispozitat e veta. E para atyneve, ai i cili e ka bën jetë me prej kurban. Domethënë ka në hadith të Muselemes, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur hin këto ditë të Dhulhijhes, as mos merr pejkimeve të veta, as prej thojve të vet, as prej lkurës, domethënë ai copë lkurës me hek. Bile ka që i bazi ka thonë edhe nëse ajo copë lkurës faktikisht është vdekne. Në fund themrës, se cila edhe me hek, kur farë nuk prish punës anë, thot as ta mos me hek. Unë e di edhe nuk jam që po du me thonë këtë mendim edhe është pa tjetër farz me e ba këtë punë. Nga së ne di mendimet e djetarëve që disa djetarë thojnë është veç sunet kje punë, disa thojnë është obligim kje punë, e disa thojnë as nuk është farz as sunet, që shtojnë hanefit për shkakun. Unë e kam personalisht mendimin që kje punë është sunet, që njeriu kur do me prej kurban, sunet për to është që as mos me hekimet, as mos me hek thajt, me prej thajt, as mos me shku diçka për lkurës tina. Kjo sunet nga se këtë hadithin e Muselemes e kundërshton një hadith tjetër i Aishës që ka treguar se pejgamberi se mu nis për haxh, e ka prej kurban edhe për shtëpi, edhe për haxh, e realisht edhe u pastrua, edhe i ka prej thajt, edhe u përgatit për haxh, e kështu me radhë që realisht ky hadith e zbret hyçmin prej vajxheb në sunet këtë hadithin e Muselemes, edhe mendoj që kjo domethënë nuk është farz, nuk është vajxheb, mirë po sunet, mirë po domethënë vëllezër të nderuar, kur të thojmë një punë sunet me elon. Realisht kur thojmë me punë sunet, po e caktojmë a merr njeriu mëkat as merr mëkat. Se disa dietarë që thojnë domethënë që është vajxheb mos me prekimet ose thojtë shtënë, thonë ai cili bën këtë punë e ka bënit me prej kurban, i tili ka bën mëkat edhe duhet me bëj istighfar, edhe pse të gjithë janë pajtimet se kjo nuk dikon kurrë në punën domethënë e kurbanit. Kjo është dispozita e parë e tina. Dispozita e dytë e atij që ka bënit me prej kurban, që kur vjen kurban, dita e kurban Bayramit ku me prej kurban, kë e ka bën jetën e përgjithshëm. Mirë po, ky se ka pa tjetër obligim që duhet me zbatu këtë punë. Se nështa e ka bën jetë, po natën e Bayramit të ndonë e punë që duhet me pagu diçka, e që faktikisht nuk i mbetën pare, ose hinë në për obligime që realisht e ndrën mendjen dhe nuk prejnë kurban. Realisht kë ka pas njetë para prak, që me prej kurban mirë, po nuk e ka pa tjetër që kë me e që këtë njetë deri në vend, nga se, do më thonë, kjo është njetë i përgjithshëm dhe nuk është njetë i veçantë. Këto janë nështë dy dispozitat ma kryesore për ata i cili ka bën njetë përgjithshëm me prej kurbanin. Ndërsa ai i cili e bën njetën aty të e prej kurbanin, do të me pas konsiderat çështën e parë është që kur të prejen kurbanin e prejnë për Zotin, i cili që kjo njeti ka mundësi më bë aty për aty të e përprej, ose pak ma herët, me ditë se kurbanin nuk jem të e prej se pëmbojmë presion të shpisë. Nuk jem të e prej kurbanin se këtë tonin të prej kurbana edhe mos dohna pe tyna. Jem të e prej kurbanin për Zotin, ashtu si që e bëj çdo vepër për Zotin. Qysh folna për Zotin, na xherej për Zotin, shkojnë haxh për Zotin, bëj zeqat për Zotin, edhe këtë sadaka e dha për Zotin, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, domethënë innamal a'malu bi an-niyat, domethënë veprat shpërblehen sipas qëllimit. E ki për qëllim për Zotin, ki me shpas problem të Zotit. E ki për qëllim mos më da për i tjerve, valla më ka ba fëmija e familja presion, faktikisht e ke marrë që atë farë jeshtë i rupi që asaj pune, pe i që asaj qërtimi që ka mujtë me ta ba familja, apo presioni familjes, ose mos më da për i tjerve, mirë po të Allahu Azza wa Jall nuk ka ndonjë problem. Çështja tjetër që ka të bëjë me këtë njetin, aty të e prej kurbanin, është se ka për i djetarëve që thojnë që këtë njetin bën me ba me goj. Pra të thot Imam Suyutiju, thot dy çështje bëhen njet me goj. Kur të hin numras el hajj, lebejk Allahume umreten, apo lebejk Allahume hajjen, përgjigje më zë ty për umre apo për hajj, apo dhe më thonë kur të presh kurban, nga se ka ardhë në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka ardhë, Allahume hadha minke wa ilejk, hadha an nafsi, wa an ahli bejti, wa an men lem yudahi min ummeti, o zët, ky kurban është prej teje edhe për ty, për veten time, familjen time, edhe për ata që nuk kanë
prej kurban prej ummetit tim. Do më thonë, e cekun disa djetarë që në këto dy punë, në haxh numre edhe në kurban, edhe me bon jetën me goj, nuk prish punë nga se kanë ardhur hadithet vërteta, edhe pse në mendimin më i saktë është se njeti me e thonë me goj është bidat, është risi në fe, nuk e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as namaz, as në xherim, as zekat e as një vepër, mirë po, siç e ceka, këto dy punë, edhe haxhi, umra, edhe kurbani, janë çështje ritesh, ritualesh, janë çështje simbolike, që thjesht me të edhe kur të ngrit zonin, jo pse jetu e bon jetë, mirë po realisht jetu e dëmëstru një sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe një rit që me nda këtë rit edhe me tjerë dhe me po se çka i duke bo. Kjo është ndoshta mendimi më i saktë, sa i përket pjesës tretë të njetit është njeti përcaktimit të kafshës. E përcakton kafshën, të thonë që këto e blej ose që to pe prej për kurban, ose të shëju me marë me ngjyrë mja bo një shaj që pe prej për kurban, ose me janë gjitë një qafore, dhe më thonë me ditë që qëta jëmë të e prej kurban. Që kjo është për qëllim dhe më thonë me e caktue se cilën kafsh i e të e bon jetë me e prej. Edhe këtu ka dispozita, kanë cekur djetarët se kur të e bon jetë cilën me e prej, nuk mund është me thjesht me i rapi shmënë me thonë mos pe prej, se e ke shëju dhe më onë cilën pe prej. Mbile ka pe i djetarëve thonë që në qofse që ato që ke caktu, edhe thjesht ka lind ajo, atëre ki obligim me e prej edhe ato edhe atë dhe më thonë qofte e kënë gjësë veç e kështu më radhë nga se e ke shëju që me prej kurban edhe nuk lejuat mundruhe vetëm një rast. Kur ka mundësi mundru me një matë mirë, e ke marrë një, e ke shëju, e ke veçu mirë, po thjesht nuk të ka mundë shqinë mas një kohë, ke po që ka dhe matë mirë, atër edhe me maj me komish ma shumë me kështu më radhën, këtë rast lejuat dhe më thonë me e ndruhe. Edhe çështja tjetër është që e cekon të ke punë, thëjnë djetarët është se dhe më thonë ata që e prejnë e caktën dhe shëjen me prej kurban. Mirë po rastisë edhe ngordh. A ki obligim tash me blej kurban tjetër? Apo mjafton tje ke bonjet e ke blej e se në edhe duhet i s'ka dasht me jetu deri në ditën e kurbanit dhe ka ngordh, a me ki obligim me prej tjetër kurban apo jo, thojnë djetarat nuk ki obligim dhe të mjaftohet me atë që ke bonjet edhe që ke shiju, qofse prejnë, a i s'prish punë. Mirë po obligim se ki vetëm qofse ke bon nedher që jetojmë na, e ki kurban në nezrit, që ke bon nedher që kime prej kurban, e ka cofë dhe më thonë njëna atër duhet me prej tjetërin. Për ndryshe, tash që kurban bajrame që vjen e ke caktu, e ke ble, mirë po thjesht ka hup, e ka ngor ujko, ka ngor dhe kështë më radhë, nuk e ki obligim, mirë po në qofë se e bon, nuk prish punë. Kesa i përket personit i cili prej në kurban. Pika tretë, çështjes është koha kur prejet kurbanit. Koha e prerjes kurbanit është masi që të falet bajrami, edhe nuk e kam fjallën vetëm më falë bajrami, mirë po më falë bajrami edhe hyjbja e bajramit. Kjo është mendimi më i saktë i dietarëve, nga se do më thonë kapi i dietarëve që e cekun se nëse veç falet bajrami, do më thonë hyjbja e bajramit është sunet, atëherë mundesh me fillu me prej kurbanin, mirë po mendimi më i saktë është që thjesht edhe do më thonë hyjbja është pjesë e bajramit dhe nuk prejet vetëm se para se mu falë bajrami. Pavarësisht çfarë niyeti ka mundësi me pas njeriu të mirë. Ka një njeri e ka prej natën e bajramit kurbanin. Me një të mirë që thjesht me prej me shkep që me pas njerëz për ditë bajramit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë shatu lahmin, do të thonë ajo delja që ke prej është delë pastërm, nuk është delë e kurbanit, nga se delja e kurbanit është ditën e bajramit, masi të falet kurban bajrami, edhe vazhdon deri në ditën e 4 të bajramit para se me perëndu dielli. Kur të perëndon dielli, realisht do të thonë përfundon dita e prerjes së kurbanit që i bjen që i kije, do të thonë 4 ditë me 3 net të plota, edhe pse ka disa dietarëve që thonë më mirë është me prej ditën, mirë po nuk prish punë, s'pohen punë ditën edhe natën, nëse s'kim kohë tjetër, nuk prish punë, mirë po kije dispozicion 4 ditë edhe 3 net me prej kurbanin. Kjo sa i përket dhe më thonë kohës,
Çështja tjetër është domethënë formën se çysh e prejnë kurbanin dhe kjo është pika e katërt, domethënë disa çështjet të çysh prehet kurbanit janë farz e disa janë vetëm sunet, sa i përket farzit se çka duhet të çysh duhet, thojnë dietarët farz është me e prej me diçka që është e mprehtë. Me që ato prejet, domethënë në shariatin tonë, kafsha, as nuk mytet ashtu me radhë, as nuk fundoset, mirë po, farz është me u prej me diçka që është e mprehtë. Domethënë thik, kos, ngjash me to. Kjo është kushti i parë. Çështja e dytë është që kur të prejet kafsha, zakonisht domethënë janë 3 gjëra domethënë që i dhajnë jetë. Janë damart venët e gjakut, janë domethënë kanalet e ajrit edhe kanalet e ushqimit. Thot 2 prej këtyne 3 duhet mu pre për mu të llogarit që është e preme. Qofse vetëm njën në ke pre, sipas mendimit më sakt, faktikisht nuk e ke pre atë asine. Edhe pse alhamdulillah, domethënë të na zakonisht, po them 99%, domethënë i prejnë 3-jat. Edhe domethënë venët e gjakut, edhe të frymarrjes, edhe domethënë të ushqimit. Mirë po, pa i pre 2 prej 3 që i ceka, domethënë shariatin ton nuk llogaritet që u pre domethënë kurbani. Kjo është kushti i dytë që është farz, e kushti i tretë është domethënë që duhet mu përmend emri i Zotit, nga se domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me enher edem wa dhukr ismullahi alayhi fa kul, aja që e bën me rrjedh gjakun e përmendet emri i Zotit, ndërsa ajet kuranor ka ardhur wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi, dhe mos hani nat që nuk është përmendur emri i Zotit. Qofse njeriu e harron, ka mos pajtime mendimi më saktë dietarëve është që s'prish punë. Ama runa Zot qofse me qëllim e bën, s'do më përmend emrin e Zotit. Domethënë se në realisht atina as nuk i hohet kurbani, e as nuk i hohet as pastërma dhe mishi që e prejnë qofse e lën me qëllim, nga se kusht është që domethënë me prej, domethënë me bismillah. Këto janë domosdoshmë ato 3 çështje që patjetër duhet moralizu, e ka çështje që janë domethënë që janë sunet, domethënë gjatë prerjes, që ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se e ka shtri kafshën, edhe ka shtri domethënë njënën on, qofse është domethënë dele ose lop, nëse ndeve e ka prej në kom, i thonë an-nahr, në pej kom domethënë e prej domethënë devën, mos morjep derisa të qetësohet edhe të ftofet edhe që të sigurohet që i ka dalë shpirti, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay. Allahu azza jall e ka bërë obligim mirësinë çdo gjë. Edhe kur preni mirë që domethënë prehne atë mjetën me cilën preni kafshën apo kurbanin, edhe qetësone domethënë atë kafshën të cilën je domethënë duke e prej. Ka çështje shumë sa përket prirjes së kafshëve, mirë po do të nalna më konkretisht në lidhje me Kurban Bajramin, me kurbanin që prehet për Bajram, domethënë thash pej sunetit është me prej vet kurbanin, se thash është simbol i festë tonë, simbol i kësaj feste, e pra thash njeriu duhet këtë simbol me shfaq edhe me vepru ashtu siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se vetë ka prej këta 2 desht që i ka prej, vetë i ka prej. Mirë po dhe në haxh i kam prej s'dis sot deve, ma tepër se 100 deve, ma të gaft, ma tepër se 60 deve, i ka prej vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pjesën tjetër ja ka kaluar Masandej Aliut radhiyallahu ta'ala anhu dhe sahabët tjerë me prej. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas tradit me prej kurbanin, domethënë ka dietar që thonë që ndoshta s'din me prej, s'mundesh me prej, e kështu me radhë spaku, domethënë që me qit dorën tonë dhe mbi thik që me ju bashku atina i cili domethënë prej. Po s'mundesh as me prej vet, as me qit dorën thik me atë kasapin që e prej. Spaku me prezantue domethënë kur prehet kurbani, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Fatimes i ka thonë, domethënë edhe ka urdhëruar që kur prehet kurbani i saj, domethënë me prezantuar. Edhe Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ka thonë që është sunet me prezantu prerjen e kurbanit, domethënë çka thuhet kur prehet kurbani, thash ajo që ceka domethënë se ka thonë Allahumma hadha minka wa ilayk, o Zot, ky kurban është prej teje, ti na ke furnizu për ty pe e prejna. Hadha an nafsi
apo të nën fulan, për filonin, për familjen e tina, apo domethënë për dikon tjetër, e që realisht njeriu, domethënë sipas mendimit më të saktë, mundet me prej kurbanin edhe për vete, edhe për familje, edhe për familjar që i ka gjallë, edhe për dhekur, e kështu me radhë, në bezla kapi dietarëve që thonë, mundesh me shtia shok tu, në këtë njetë që i ki, ose kojshit tu, ose akrabon ton, nga se pejgamberi sasem ka prej kurban për umetin e tina, që s'kan mundësi me prej kurban. Faktisht që realisht nuk i ka pas familjar të vetë hiç, po mirë po kanë qenë vetëm pjesëtar të umetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tash prej sunetit tregojnë që njeriu në ditën e Bajramit është sunet mos me hungër deri mbas fatit Bajrami. E sunet është me hungër për kurbanit e tina. Qofse për ditën e parë kurban Bajramit kanë cekur mas andaj çka mundet me hungër diçka më shpejt, si domethënë në mushkrit me zija dhe me i fërgua së të bënë është ta më shpet, mirë po, për sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është me hungër kurban, domethënë mas pari për kurbanit njeriu të vet. Pika e fundit dhe pest se përket kurbanit, se po mduket ndoshta edhe u zgjat edhe një lodh, është se si shpërndahet kurbani, edhe dëgjoni atë se ka për dietarëve që e cekun që kurbani domethënë ndahet në 3 pjesë. Këtë bazojnë në ajet kuranor, ku ka thonë Allahu azza wa jalla fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, dhe hani prej saj, hani prej kurbanit, dhe ushqeni ata që nuk lypin edhe ata që lypin, ata që janë pasur, ata që janë varfër, ata që tikije, domethënë akraboe, farefese, kojshije, djarana, dosta, mirë po ata që kanë nevojë, edhe pra duke u nisur nga ky ajet, domethënë ka dietar, domethënë që thonë në pjesë nalet për vete, han për vete, në pjesë thjesht njeriu jap të pasurve edhe pse s'kan nevojë, mirë po i ka kojshi, i ka akrabo, i ka dosta, i ka jarana, e pjesa e tretë domethënë dohet për ata që janë të varfër, e këtu duhet me pas konsiderat 2 çështje. E para, domethënë ajo që jepet sidomos të varfërve, më jep ashtu siç jep vetes apo aty në të ki dosta jarana, kojshije, akrabo. Mos më i veçu më u dhon domethënë më të dobtet apo më të keq që zakonisht ja kisha dhon shokëve tu ose akrabos tonë, e më u çu domethënë aty në të janë më të varfër. Mirë po thjesht me mbon dëmje të barabartë si për të varfërt, si për të pasurit, si për vete, thjesht atë që e han për vete me çu edhe tjetrit. Kjo është e para. E dyta, njeriu domethënë te kurbani mos me harrua kurse se pavarësisht se shkon këndëmja nuk shkon. Që me e harrua me dhon sadaka, nga se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që hani edhe rezervonin, nëse keni nevojë, ndoshta për veten ty edhe rezervoni, edhe sprish punë. Kjo ndomje që e ceka, domethënë ka dietarë që thojnë dha thonë sunet, ka dietarë që thonë nuk është sunet fare, nga se nuk ka ndonjë argument të qartë që duhet mundon kësaj forme. Për asaj që ka në hadithet vërtetat të pejgamberit që ka thonë hani, rezervoni edhe jepni sadaka. Pra thjesht mos me e nal për vete apo më dhon vetëm të pasurve, nga se pejgamberi ka thonë ajo festa më e keqe që mundet më bëhet dhe gazmendi më i keq që ka mundësi më bëhet kur thjesht thirrën vetëm të pasurit, edhe thjesht ju japet vetëm pasurve, e largohen edhe privohen domethënë të varfrit. Edhe 2 mesele për i ceku. Meselja e parë është me i dhon domethënë prej kurbanit atij i cili pren kurbanin, për shkak që ka zakon ndoshta dikush e bën me ia dhon kurën si kompenzim me prej kurbanin, e që ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bë një gjatë të tillë, nga se thjesht e tëra ajet që prehet kurban ai jepet sadaka dhe nuk paguhet me të diçka, nga se ke bë njët për kurban dhe për Zotin. Edhe dyta e kanë cekur a lejohet diçka me shit prej kurbanit. Ka për i dietarëve që thojnë disa pjesë nëse mendon në raste shumë ngushta, e kanë cekur hambelit këtë, kanë thonë nëse domethënë lkura ose disa pjesë se zakonisht ndoshta nuk janë shumë të shfrytzueshme, e kanë mundësi mu shit, si zorë, për shembull, më shit kasapa, ndoshta tash s'ka se kasapët kanë mundësi, po përpara kanë pas ndoshta nevojë më tepër, ose lkurat, e që atë vlerë që i shet mja dhon të varrit pasuri, pare disa pejdetarëve thash e kanë lejuar. Edhe pse ndoshta mendimi i saktë që as këtë zbëm se kurbani nuk shitet asnjë pjesë e saj, as domethënë ato që janë të zorë,
as lëkur, as gjë tjetër pavarësisht çfarë njeti ka, nga se tash në kohën bashkëkohore, domethënë vjen ajo që faktikisht e rënën këtë që ke ceka, kur vijnë ato fjalë ato zëra, edhe pse ka ndoshta dietarë që thonë që me zaventsu kurbanin me parë, nga se po prejën shumë kurbana, e ndoshta me dobishme, domethënë është për të varfër me dhon parë, e mos me prej kurbane që thash kjo nuk qëndron absolutisht, nga se kurbani është simbol i fesë tonë, është simbol i festës tonë, kurbani është domethënë lidhet me bajramet tona. Lutim Allahun azza që të na shton diturinë në fenë tonë, ata që Allahu azza ja u ka mundsuar dhe kanë bën jetë me prej kurbanin që Allahu azza t'i pranon, ata që nuk kanë këtë herë, Allahu azza t'i furnizon. Lutim Allahun azza që të gjithë të presim këtë kurban bajram, edhe të jemi shëndoshë mirë pranë të dashurët tonë në siguri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.